Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Malësi e Madhe është takuar me fermierë të zonës. Gjatë këtij takimi, Marina i ka deklaruar se bujqësia është një nga prioritetet kryesore të tij. Bujqësia dhe plektoria, bindje mjekësore dhe pyjet kanë qenë burimet kryesore të tezës për ne malësorët. Për këtë arsye, në programin tim, mbështetja dhe zhvillimi i ekonomisë bujqësore zën një vend të veçantë. Konkretisht, do mbështesim zgjidhjen e problemit të pronësisë. Është një ndër gjërat më kryesore për gjithë malësorët. Do ndihmojmë fermerët për të tërhequr projekte bujqësore dhe plektorale nga fondi i zhvillimit për bujqësinë dhe plektorinë. Do pesëfishojmë sipërfaqen e ujitshme. Do krijojmë një departament përgjegjës për orientimin e mbjelljes sipas kërkesave të tregut dhe për të negociuar me kompani të ndryshme në mënyrë që produktet tuaja të kenë një treg sa më të sigurt dhe malli të mos mbetet stok dhe i pa shitur siç është sot. Fermerët tek zyra e bashkisë do gjejnë bashkëpunëtorin, ndihmuesin dhe shërtorin e tyre në çdo moment. Prandaj ju kërkoj votën tuaj sepse vi para jush me program dhe synime konkrete për çdo çështje dhe për çdo cep të malësisë madhe. Por nga ana tjetër, deputeti i Shkodrës Paulin Sterkaj i ka kthyer përgjigje akuzave të ngritura nga kundërshtari politik. Du të jap përgjigje zotërisë që unë isha shkurtabiç. Po jam më i gjatë, jam më i zotë, jam më i aftë. Kur mund ka njoftë gjithë Shqipënia, Antoni se ka njoftë dhe shtëpia vetë. Disa borxhe atje në tatimet e taksat e shtetit Kosovës, ka ardhur tashti me falimentu dhe Bashkinë e Malësisë Madhe. Që s'ka për ta shonë, asnjë malësor nuk jo ne pa ty në shanse. E po ju garantoj që ne do fitojmë bajs Kastratit, komunë Kastratit e në gjithë Malësinë e Madhe. Të pranishmit dhanë mbështetje për kandidatin e Partisë Socialiste. Tonin Marinaj jam i sigurt dhe realisht besoj që është alternativa më mirë për Malësinë e Madhe, për drejtimin e bashkisë së madhe të Malësisë Madhe. Poja gjithë fermerëve që të votoni Partinë Socialiste numër 23 dhe zotin kryetar numrin 2. Ju faleminderit. Bujqësia dihet se është një sektor mjaft i rëndësishëm në Malësinë e Madhe dhe Tonini do të jetë gjithmonë një mbështetje për ju për punën që ju do të bani.